Disa lloje të çajrave preferohet, për shembull valeriana, kamomili, menta, është shumë i mirë edhe shumë efektiv edhe të personat që kanë probleme për shembull me depresion, me probleme psikologjike, probleme psiqike, probleme me gjumin, do të thonë në përgjithësi neurologjike, është në bazë shkencëtarisht është vërtetu që çaji i karanfilit me kanellë, sidomos te ata persona që kanë diabet ose sëmundje metabolike, edhe shumë pak ndoshta limon, e zin 10 minuta 10 shkop karanfil, tregoj kështu saktë, me një 500 ml ujë kështu. E shton edhe një shkop kanellë, edhe këtë çaj e pin një orë para gjumit, më thënë ndikon shumë mirë për arsye se e ul inflamacionin në zor. Momentin që ulet inflamacioni në zor, atëherë fillon mu prodhu melatonin. Edhe në këtë rast na arrim me pas gjumë më të mirë edhe organizmi me fillu me bo punën e vet gjatë natës.